pranishëm? Nuk e di, më duket që në Kosovë në përgjithësi numri atyre që kanë dalë vota, numri votuesve në përgjithësi e ka mbajt një konsistencë, një qëndrueshmëri që tregon ose për pandryshueshmërinë e ofertës ose tregon për një, të themi ashtu, një zell të atyre që dalin të dalin gjithmonë dhe atyre që historikisht nuk kanë dalur të mos i mbushet mendja të dalin. Do të thotë jemi duke pa një numër konstant të votuesve, ku natyrisht bën pjesë një shumicë e madhe atyre që partitë politike kanë gjithmonë mbrinë të mobilizojnë, të mos i quaj militanta, dhe pastaj një numër i vogël, themi, votuesve që në një palë zgjedhje ose tjera vendosin të dalin, por përshtypja ime është që ekziston ky numër, ky 40% që mandej edhe përqindja e atij 40% që zgjedh kryetarin dhe që i zgjedh asamblesë tregon për një mosbesim në institucione ose në fuqinë e votës për të zgjedhur përfaqësues. Mosbesim apo thjesht duke parë se kanë votuar shumë shpesh, e gjërat nuk është se kanë ndryshuar ose pritshmëritë e tyre nuk janë përmbushur, thjesht. Po, unë po them nuk besohet në fuqinë e votës sepse rëndom përgjigjja është votova zvotova, ky fiton ose votova zvotova, nuk do të ndryshoj kurrë. Dhe kjo është natyrisht diçka që na përcjell vazhdimisht, megjithëse unë fuqishëm besoj që ndryshime ka edhe që natyrisht një vot, kur të bëhen shumë vota, e bëjnë ndryshimin. Si shpjegot kjo si sjellje sociale, a jemi aktiv si shoqëri, a kemi aktivizëm në shoqërinë tonë, apo jemi aktiv vetëm online, pastaj kur vje momenti për të vepruar nuk veprojmë? Po, është e vërtet, jemi kushtimisht një shoqëri politike, shumë e politizuar, ndërsa na mungon kjo aktivizmi civil apo aktivizmi qytetar. Këto, si që përmetëm edhe më herët, kemi një ramje të interesimit tek votuest. Mendoj se ekziston, fitohet përshtypja brenda shoqërisë që ka një zhgënjem brenda qytetërisë, duke marrë për bazë që institucionet themelore nuk janë formuar që 10 muaj. Kemi dalë për zgjedhje parlamentare. Shumë njerëz kanë pas pritshmëri të ndryshme, pastaj edhe shumë do projekte apo dhe synime të ndryshme që kanë me të pezull për shkak të mos kompletimit të institucioneve. Edhe një farë forme, ai vullnet qytetar, i cili është duhet kanalizohet edhe shpërfaqet në formë të veprimeve të ndryshme, ka mbet pezull, ka mbet i abstenuar. Ashtu që edhe kjo ramje e lehtë e daljes së votues me këto zgjedhje e tregojnë atë lloj zhgënjimi, atë lloj apatie brenda qytetarëve. Nuk kemi ndonjë sociometri që është bazë matëse, se s'ju bëu lumtimet, po vrehet brenda qarqeve të ndryshme sociale ky farpezmatimi apo zhgënjimi, sepse e gjithaj vullnet që me anën e votës e korrespondojnë apo e përcjellin votues, nuk po përkthehet në vepër. Që jemi të politizuar, por jo aktiv si shoqëri. Po, jemi të politizuar. Çka i bën, ndoshta a ka dhe mungesë vetbesimi apo njerëz thjesht thonë nuk ja vlen, edhe po të aktivizohem nuk ja vlen. Kur e mendova pse jemi të politizuar, mendohet që shumica vetë avancimit apo prosperitet për me fitu një prestigjë, sot mendohet vetëm nëpërmes politikës. Nuk ekziston ajo ana tjetër sociokulturore apo teknologjike. Ka njerëz që synojnë, po shumica, pjesa dërmuese mendojnë të afirmohen vetëm në bazë të politikës. Aty ka lidhje të ndryshme, klientelize, pastaj forma të ndryshme për me gjetë një punë apo diçka për një pozitë më avancuese. Krejt këto e shohin si trampolin nëpërmes të politikës, nëpërmes votës apo nëpërmes lloj pazarit të votës, këmbimi për t'ju përkthyer një të mirë qoftë materiale apo pozite. E për atë rast, në një farë forme, ne si shoqëri e shohim edhe mendojmë që politika apo hyrja në politikë direkt mund të sjellë të mira, e që në fakt nuk duhet të ishte kështu në të vërtetë. Shikuar nga komunikimi online, duket sikur ka shumë interaktivitet. Gjithkush flet për politikën, gjithkush komenton. Tash kush janë këta njerëz, kjo shoqëri kaq aktive apo funksionojnë
ata robotët digital që ne ju si ekspertë dhe mund t'i dini si funksionojnë, por ne të tjerë vetëm kemi dëgjuar, se pas ka dhe robot që shkrujnë aty komente, aktivizohen vazhdimisht në favor ose në disfavor të dikujt që është qoftë kandidat për komunën, qoftë për asambleje, tjerë. Si shihni ju këtë aktivizmin në rrjetet sociale në krahasim me jetën reale? Ky është në fakt edhe qëllimi i rrjeteve sociale, që njerëzit të kenë mundësi të shprehen dhe të aktivizohen. Tash duhet të kemi parasysh edhe formën për cilën aktivizohemi. Po filloj me një pohem me cilin shumica e shkencëtarëve që mirën me analizën e rrjeteve sociale pajtohen. Sot në shumicën e vendeve në botë, na përfshi neve, fituesin e zgjedhjeve nuk e zgjedhin vetëm votuesit, por edhe algoritmet. Pra në kuptimin teknik, tash po kaloj të funksionimit të rrjeteve sociale, janë shfrytzuar mas të madhe, i kemi pa prej kandidatëve, prej partive politike, por edhe kanë bë një orientim se këtë të përzgjedhin si target audiencë, apo ajo që njihet një, po e quaj ashtu, targetizëm i kontrolluar. Prandaj, në këtë pikë, konsideroj që nuk është përfshirje e vogël e politikës në komunikim me rrjetet sociale, mirë po pastaj sa ka ndikuar te njerëzit edhe sa ata janë përfshirë, këtu ndikojnë domosdoshmërisht që thash edhe më herët edhe pjesa e algoritmeve, sepse një postim që bëhet prej një kandidati ose prej një partie politike e përcjell një rrugë derisa të shfaqet në ato newsfeed apo në lajmet që i kemi brenda aplikacioneve tona të rrjeteve sociale. Pra në vazhdimsi jemi të targetuar nga dikush. Po, sepse edhe në momentin kur vendoset bëhet një postim i tillë, atëherë sidomos këto që kanë qenë të sponsorizuara dhe të paguara si reklama apo përgjithësi platforma politike, ato kanë mundësi dhe përzgjedhin regionin gjeografik, përzgjedhin audiencën specifike, përzgjedhin moshën e audiencës që i drejtohen, përzgjedhin kualifikimin besa, kështu që mrihet me u bë një inxhinierim i audiencës ose i targetit se ku po dëshirojmë ta reklamojmë një platformë specifike, politike ose një kandidat caktuar. Elena Pasha kishe bërë një koment që një farë